Iglitare, marrëveshje totale me Milanin, drejtori I ri sportiv prezantohet pas Pashkës. Milani ka vendosur qartë të angazhojë shqiptarin Iglitare si drejtorin e ri sportiv të klubit. Përmes administratorit të deleguar Gjorgjo Fulani, të martën me 15 prill është zhvilluar takimi përfundimtar kur është gjetur marrëveshja. Për çdo detaj, hapi I fundit do të bëhet pas Pashkëve, por tashmë gjithçka duket e përgatitur për mbërritjen e shqiptarit në ekipin kryesues Kuqezi, ku do të bashkëpunojnë ngushtë me Zlatan Ibramovicin dhe do të ketë një kontratë afatgjatë 2 vjeçare me opsion për të tretin ose ndoshta një 3 vjeçare direkte. Kjo do varet shumë nga ajo që do të mund të sjellë tek Milani, aty ku të gjithë po presin gjithnjë më shumë hapin e fundit që do të hapte rrugën për projektin e ri sportiv me riktimin e teknikut Massimiliano Allegri në pankinë. Iglitare do të takohet sërish me drejtuesit e Milanit pas Pashkëve, jo për të diskutuar marrëveshjen personale, por për strategjitë e së ardhmes. Marrëveshja me Kuqezin është arritur me një kontratë që parashikon një kontratë 2 vjeçare me opsion të tretë, por nuk përjashtohet dhe ajo 3 vjeçare direkte. Gjithçka varet nga ajo që ai do të mund të sjellë në funksion të projektit të ri sportiv. Tare pritet të nisë me njëherë punën në sezonin e ardhshëm Kuqezi pas ishte I lirë nga çdo angazhim. Marrëveshja është shkëlqyer në Moncada, afiniteti me Ibramovicin si njerëz të tjerë në fushë pas një tavoline dhe idetë e qarta mbi projektin teknik janë parakushtet që shtyn drejt bindjes se epoka e re e Milanit është tashmë në prag.